E luftës së dytë botërore është e mbushur me episode të tilla, e në të njëjtën kohë është një dëshmi që unë e ruaj shumë fort në zemër për të gjithë brezin e ardhshëm, që ka të bëj me mbrojtjen e tjetrit pavarësisht besimit të tij të saj fetar. Dhe po, Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mbrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin buroja e tyre më e fortë. And trying to build upon that history, Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrëmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin hebre duke integruar atë në kurikulën tonë shkollore, sepse është bindja jonë e palëkundur që kjo s'ka të bëj me hebrejt. Kjo ka të bëj me humanizmin tonë. Nga ana tjetër, ndërkohë që flasim, po ndërtojmë 2 qendra hebreje. Një muze hebre në Vlorë, aty ku ishin vendosur hebrejt, dhe një qendër kulturore hebreje në Tiranë. Again, the history of Jewish salvation is integrated, but at the same time we want to give space to the now and ku edhe një herë historia e shpëtimit e hebrejve është e integruar, por në të njëjtën kohë duam t'i japim hapësirë së tashmes e së nesërmes. E duam që sa më shumë të jetë mundur të kemi marrëdhënie me Izraelin dhe me popullin hebrej, qysh nga niveli turiste që ju përmendët, dhe më vjen keq për ta, sepse fluturua në Shqipëri më 2 prill, ju ishte thënë më 1 prill dhe kryeministri ju dha një darkë, dhe ata menduan që ishte një shaka e keqe nga Sandori. Nga ky nivel pra deri tek niveli i shkencëtarëve tuaj të mrekullueshëm dhe njerëzve të mrekullueshëm të teknologjisë e industrive tuaja të mrekullueshme. Dua ta përsëris këtu që ashtu siç ka qenë jo vetëm gjatë luftës së dytë botërore, por 3 herë në histori, tokë ku hebrejt gjetën streh e mbrojtje, Shqipëria do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë, dhe ju do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri. Ne shpresojmë fort që në këtë kohë të re do të jemi në gjendje të ndërtojmë diçka jo aq të jashtëzakonshëm sa ç'bën gjyshrit e gjyshet tona, por në të njëjtën frymë vëllazërimi e bashkëpunimi. Dhe ne qëndrojmë të patundur krah Izraelit në këtë moment të vështirë e të dhimbshëm, ku ende ka njerëz në bodrumet mesjetare të Hamasit, siç kam thënë përpara, dua ta përsëris dhe tani. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me 2 shtete. But in my view and in our view, there is no solution with... Por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin tonë nuk ka zgjidhje ne Hamasin aty. Dhe ndryshe nga ç'janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Duke ju uruar çdo të mirë juve, popullit Izraelit, gjithë rajonit, e duke pritur me padurim të shoh paqen midis hebrejve dhe arabëve, mbetem vërtet mirënjohës për gjithmonë për këtë moment të jetës sime, që jam i sigurt nuk e meritoj si person, por që jam i sigurt që të gjithë shqiptarët që kanë bërë diçka për hebrejt e meritonin këtë moment. Faleminderit.